Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me kryebashkiakët e Majt ku ka vënë theksin tek prioriteti kryesor i punës në nivel vendor për muajt në vijim. Në fokus të diskutimeve ishte zbatimi i paketës së maleve, një nismë që synon zhvillim ekonomik, turistik të zonave malore përmes investimeve konkrete. Disa bashki jo vetëm që kanë bërë progres me procedurat, por tani më kanë plotësuar edhe atë objektivin bazë të 10 projekteve për të nënshkruar edhe për të kaluar në procesin e marrjes lejes. Kjo është diçka pozitive, vetëm në njërin nga bashkitë, se s'po përmend emra, janë 5 milionë euro të llogaritura nga 10 investimet e para në paketë me maleve nga persona që janë në emigracion. Një tjetër çështje që mori vëmendje të veçantë ishte menaxhimi i mbetjeve, sidomos në prag të sezonit turistik. Për këtë aspekt është e domosdoshme që të ngrihet një task force mes qeverisë dhe pushtetit vendor, që për të cilën është ngarkuar Ministri i Mjedisit së bashku me Ministrin e Pushtetit Vendor për të ndërtuar një plan afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, nga sensibilizimi masiv deri tek hapat që duhen ndërmarrë. Gjatë takimit, Rama u ndal edhe tek problematikat që lidhen me shërbimin e kadastrës, për të cilat qytetarët kanë shprehur ankesa të shumta. Ka shumë ankesa për kadastrën, por nga gjithë analiza e bërë, një pjesë e madhe e ankesave për mos marrjen e shërbimit vijnë si rezultat i mos kryerjes së aplikimit në mënyrë korrekte ligjore. Dhe për ta kryer aplikimin në mënyrë korrekte ligjore duhet një njohuri juridike. Dhe këtë njohuri juridike pastaj njerëzit detyrohen shkojnë ta kërkojnë tek noter që ju marrin tarifa etj. Nuk ka asnjë problem që bashkitë të hapin një zyrë të ndihmës juridike enkas për shërbimin e kadastrës dhe të legalizimeve. Është diçka që do të lehtësoj maksimalisht qytetarët në kuptimin e drejtë të mënyrës se si bëhet një aplikim për legalizim ose për ato shërbimet kadastrës që kërkojnë aplikime pak më të komplikuara se sa aplikimi më i thjeshtë.